Isaku a.s. pejgamberi i durimit dhe trashëgimisë së bekuar. Isaku a.s. biri i Ibrahimit a.s. është një nga figurat më të ndritura në historinë e pejgamberëve dhe njëri prej të përzgjedhurve të Allahut për të udhëhequr njerëzimin në rrugën e tauhidit, besimit në një Zot të vetëm. Ai lindi si dhuratë hyjnore në një kohë kur prindërit e tij e kishin humbur çdo shpresë për pasardhës. Sara, nëna e tij, ishte plagë dhe e shterë, ndërsa Ibrahimi, babai i tij, kishte kaluar të në 100-ta. Por Allahu është i plotfuqishëm dhe kur ai dëshiron diçka, i thot kun feyakun, bëhu dhe ajo bëhet. Lajmi për lindjen e Isakut erdhi nga melajket, të cilët kishin zbritur për të sjellë dënimin e popullit të Lutit. Kur mbërritën te Ibrahimi, ata i thanë: "Mos ki frikë, ne të sjellim lajmin e mirë për një djalë të ditur." Ky ishte Isak. Sara qeshi me abi dhe tha: "A do të lind unë ndërkohë që jam i moshuar, e burri im është i moshuar?" Por Allahu e përforcoi besimin. Kështu ka thënë Zoti yt: ai është i urtë dhe gjithdijshëm. Kështu lindi Isaku, një djalë që ishte mrekulli dhe bekim. Ai u rrit nën kujdesin dhe edukimin e një babai pejgamber, i cili e mësoi ta dojë Allahun, ta adhurojë atë dhe t'i përkushtohet rrugës së drejtë. Qysh fëmijë, Isaku u dallua për urtësinë dhe sjelljen e tij të butë. Ai ishte i dashur, modest dhe me një mendje të hapur për dije. Ndjente shpirtërisht afërsinë me Zotin dhe kjo lidhje e shoqëroi gjatë gjithë jetës së tij. Në rininë e tij ai ndoqi gjurmët e babait. Ibrahimi e mësoi që pejgamberlleku nuk është pozitë pushteti, por barë dhe përgjegjësi. Isaku mësoi që të flasë me njerëzit me urtësi, që të jetë i drejtë në gjykim, që të mos dorëzohet para provave dhe që gjithmonë t'i kthehet Allahut me përullësi. Kur u bë burr, Isaku martu me një grua të devotshme nga familja e tij. Allahu e bekoi me dy djem, Esau dhe Jakubin. Esau dhe Jakubi nga këto dy binjak. Jakubi ishte ai që u zgjodh për të trashëguar pejgamberllekun. Isaku e njohte birin e tij, tiparin e devotshmërisë, thellësinë e besimit dhe butësinë e shpirtit. E edukoi Jakubin me të njëjtën përkushtim siç ishte edukuar ai vet nga Ibrahimi. Pejgamberlleku ju dha Isaukut nga Allahu si një dhuratë e çmuar. Ai u dërgua te populli i Kananit dhe fisëve përreth. Ai nuk pati kundërshti të dhunshme si shumë prej pejgamberëve të tjerë, por përballej me njerëz që kishin harruar Allahun dhe ishin zhytur në idhujtari e mëkate. Me durim dhe butësi ai këshillonte. Ai nuk grinte zërin, nuk zemrohej, i ftonte njerëzit me përkujtime të ngrohta për Zotin dhe për jetën tjetër. Ai nuk kërkoi pasuri, nuk kërkoi lavdi, por jetoi thjesht. Ishte njeri i tokës dhe i qiellit. Punonte tokën me duar, por zemrën e mbante gjithmonë të lidhur me Allah. Ishte mikprit si babai i tij, i drejtë në fjalë dhe bujar në vepra. Jeta e tij kaloi mes adhurimit dhe thirrjes në besim. Ai ndërtoi një familje mbi themelit e fesë dhe siguroi që pasardhësit e tij të ruanin rrugën e drejtë. Isaku ishte që kishte kujdes që çdo brez të mos devijonte nga amaneti i shpalljes. Kur Jakubi u rrit dhe u përgatit për misionin pejgamberik, Isaku ja përsolli atij përgjegjësinë. Ai ja dorëzoi fenë me besim se Allahu do ta ruante këtë zinxhir të ndritshëm. Ai e mësoi që pejgamberët janë shërbëtorë të popullit, jo sundimtar. Ata nuk i udhëheqin njerëzit me forcë, por me shembullin personal dhe me fjalën e drejtë, me butësi. Isaku jetoi gjatë. Ai kaloi ditët në falje, në thirrje, në edukim të fëmijëve dhe nipërve të tij. Ai mësoi që durimi, sabri është themeli i suksesit. E kuptoi që shpërblimi më i madh nuk është në këtë botë, por në jetën tjetër tek Zoti i Mëshirshëm. Kur koha e tij në këtë botë mori fund, ai e priti me paqe vdekjen. Ai ishte i kënaqur me jetën që kishte jetuar, me misionin që kishte përmbushur, me pasardhësit që kishte lënë pas. Ai u kthye te Zoti i tij me një zemër të qetë dhe një shpirt të përgatitur. U varros në tokën e Kananit, pranë babait të tij Ibrahimit dhe nënës së tij Sarës. Varrimi i tij u bë me nderim dhe kujtim të thellë. Populli e njohu për drejtësinë e tij, për urtësinë dhe për luqjet që ai kishte bërë ta gjatë jetës së tij. Allahu e përmend në Kur'an me lavd dhe përmend në librin Isakun. Ai ishte i sinqertë dhe pejgamber. Ai është përfshirë mes pejgamberëve të mëdhenj, krahas Nuhut, Ibrahimit, Musait dhe Isait. Emri i tij mbetet i respektuar nga muslimanët dhe të tjerë. Nga Isaku rrjedh një zinxhir i gjatë pejgamberësh të bekuar: Jakubi, Jusufi, Musai, Haruni, Davudi, Sulejmani, Zakariai, Yahyai, Isai, të gjithë janë nga pasardhësit e tij. Kjo është trashëgimia më e madhe që ai la pas, drita e shpalljes që nuk u shua kurrë. Isaku alayhis salam është dëshmi e fjalës së Allahut. Me të vërtetë ne i zgjodhëm ata dhe i pastruam me një cilësi të veçantë, kujtimin e botës tjetër. Ai jetoi për të përkujtuar Allahun dhe për të përhapur këtë përkujtim tek të tjerët. Në mësimet e tij ka urtësi për çdo njeri që kërkon qetësi shpirtërore, që synon një jetë me qëllim dhe që dëshiron të jetë pjesë e trashëgimisë së dritës. Ai nuk luftoi me armë, por fitoi zemrat me butësi. Ai nuk mbajti kuror, por Allahu e kurorëzoi me pejgamberllëk. Për çdo njeri që lexon jetën e tij ka një mësim se qetësia, durimi, familja dhe besimi janë themelet e suksesit të përhershëm, dhe se Allahu nuk e harron asnjë që i përkushtohet me sinqeritet. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Isakun,
mbi baban e tij Ibrahimin a.s., mbi birin e tij Jakubin dhe mbi të gjithë pejgamberët që trashëguan dritën e tij. Ai ishte prej të drejtave dhe vdekja e tij nuk kishte fund, por një vazhdim i jetës së tij në mëshirën e Zotit të gjithësisë.